Po, na të shkojmë në të që Besoj që një vend ta vezoj. Tjetër o largë edhe për ty. Mirë, një pyetje, nëse nuk ka masë të përkohshme, në situatë hipotetike, nuk ka masë të përkohshme, ju do ta respektoni datën e shpalljes së zgjedhjeve nga presidenti Osmani? Sepse interpretimi i gjykatës mund të vonoj shumë më shumë se sa vendosja e datës, për shembull tazëm, nëse nuk ka masë të përkohshme, presidenti ja vendos 19 prilin ose të pyetjet hipotetike, për të thona hipotetike, nuk është shumë hipotetike, në fakt, më hipotetike është kjo që e bëm deri tash, duke aluduar që gjykata do ta anuloj dekretin. Realiteti politik është që kemi një dekret për shpërndarje. Po ta them një gjë. Në rastin konkret kemi një dekret që e shpjegova që ka prodhu edhe prodhon pasojë atë parikuperueshme. Sot deputetët nuk e dinë janë deputet as janë deputet. E vërtetë është, po. Apo kuptoni? Sot kuvendi i Kosovës nuk e dinë ekziston as ekziston. Sot nuk mund të merret vendime nëse na keni ndonjë rrethone të caktuara. Ço dole gjykata kushtetuese, zonë kushtetuese. Edhe ata duhet me bëu me urgjencë. Edhe pavarësisht epilogut të interpretimit përfundimtar të çështjes, masa përkohshme është e domosdoshme. Ajo se implikon epilogun. Domthonë, interpretimin e fundit se implikon masa përkohshme. Mund të marr masa është e domosdoshme. E vërtetë është shumë i madh. Ata thonë në shkollën mos. Jam i bidhur për këtë punë. Dami është shumë i madh zoti Ahmeti. E dyta po ta them. Tash ja pishet çish rritet dami, përveç te kuvendi, po nxjerrët një vendim tjetër mu caktu data zgjedhjeve. Fillojnë rrjedhën afoftet. Cënon tash drejta tjera kushtetuese të palëve tjera. Leçi ta hub mandatin, leçi ma kanë ndërprer mua mandatin, po mundson mua dhe garen. Prandaj e thash në fillim, është vendim i tmerrshëm për besë. Është goditja më e madhe që ju ka bë në këto vite pavarësitë Kosovës, rendi ton kushtetues nga një president i Republikës. Po e mira sot që ju keni filluar me bëjt rendin kushtetues. Kjo vit në fakt ky entuziazmi i vetëvendosjes në raport me gjykatën është lajm në konferencë për media. Jo, e kam thënë në konferencë për media dhe po përsëris. Është për të ardhur 5 minuta kemi kohën e votoni se e përfundova. Presidenti i Republikës në muajin e fundit të mandatit 5 vjeçar e përmbyll me shkelje të rënd kushtetuese. Se kjo shkelje e rënd kushtetuese. Po mirë, çka nëse unë mendoj që ka pasur shkelje tjera, po ju keni mshël syt si deputet. Nëse qëllimi është për shkuar zgjedhje, presidentja mund të ofrojë dorëheqje dhe atëherë shkojmë automatikisht në